screenshotet janë bo një prej forma problematike të dezinformimit sot. Janë të lehta për të kriju, shumë të thjeshta për të manipuluar dhe jashtëzakonisht bindëse, sepse duken si provë vizuale. Një studim i publikuar në vitin 2024, i kryer nga studiues australian, tregon se screenshotet krijojnë një besueshmëri të rreme përmes asaj që autorët e quajnë autoritet teknologjik. Pamja e ekranit i bën njerëz të mendojnë se informacioni është origjinal, edhe kur ai është i manipuluar. Studiuesit analizuan 30 video në YouTube që përhapnin dezinformim rreth dy çështjeve të shumëpërfolura, si zjarrit të Notre Dame dhe paniku të rrem të Momo Challenge. Ata zbuluan se screenshotet përdoren për të legjitimuar teori konspirative, forcuar narrativat e rreme duke i paraqitur si fakte, krijuar panik moral, sidomos kur preken fëmijë dhe të rinjt. Studimi thekson se screenshotet janë të rrezikshme, sepse duken si regjistrim i paanshëm, japin ndjesinë e transparencës, ja ku është prova, i bashkojnë përdoruesit rreth një narrative edhe kur ajo është e pavërtetë. Prandaj, mos e merr screenshotin si fakt, verifiko burimin përpara se një imazh i rrem të ndezë panik, urrëtie apo konflikt që nuk ka ndodhur kurrë.